Okej. Tani le ta lexojmë zbulesën 19. Prap. Dhe nga Afroni erdhi një zë duke thënë lavdëroni Elohimin tonë, Zotin tonë, Jahwe. Të gjithë ju shëbëtorët e tij që druani, që keni frikë dhe zbatoni urdhrimet e tij, të vegjël apo të mëdhenj, dhe dëgjova një zë si një turmë të madhe, një zë ujrash, një zë bubullimesh të forta që thoshte haleluja, haleluja, lavdëroni Yahweh. Kjo është fjala Yah do thotë Yahweh, fjala halelu në këtë rast do thotë lavdëroni. Prandaj kur neve duhet ta themi fjalën haleluja, nuk do ta lëmë jashtë këtë henës, sepse ka ndodhur apo kur i vëmë atë aleluj me a. Kjo është fjala e vërtetë. Ati Jahwe ka shkronjat e tij hebrejke që në këtë rast i shikon 4 shkronjat që vllai do t'i bëjmë të mëdhaja. Jod he. Mësandaj kjo është vav të dyja dhe hey again, haja domethënë. Po va ajo double v nga anglisht shumë herë është një we, disa e marrin wa, Yahua, që ndoshta keni dëgjuar disa nga këngët. Unë mendoj që ndoshta është ajo aja që shumë herë nga anglisht kalon në shqiptimin Yahweh apo Yahua. Nëse ati Zoti jon, Elohimi jon i plot fuqishëm. Tani thotë, le të gëzohemi dhe të ngazëllohemi, le të japim lavdi atij, sepse erdhi dasma e qengjit dhe nusja e tij është e përgatitur, qyteti është përgatitur. Qyteti është përgatitur që disa persona të hynë. Okej. Dhe i është dhënë në kësaj nuses, këtij qyteti të ri, Jeruzalemit të ri, që të vishet me hi të hollë, të pastër, të shkëlqyeshëm, me lirë i hollë, që janë veprat e drejta të shenjtorëve. Shenjtorët do ta veshin këtë nusen. Shenjtorët e veçuar që kanë zbatuar ligjin e Atit, besim tek Mesia Jeshua, do ta veshin, do hyjnë brenda në qytetin. Ta veshin nusen, qytetin e ri, Jeruzalemin e ri. Dhe lumata që janë ftuar në gostinë e dasmës së qengjit, që është me Pashkën që do mbajmë mësandaj në qytetin e ri. Këto janë fjalë të vërteta të Elohim dhe jo të njeriut. Tani ishte një varg tjetër ndoshta që sikur pash dalë zbulesa 22. Zbulesa 22 jep akoma një dëshmi më tepër të nuses që nga ana logjikshme ti do ta shikosh që ka një thirrje. Ka një thirrje, mësandaj që përben prapa të kontekstin kush është Alefin dhe Taf që preke me shati Jahwe, që do vijë me krahun e tij, krahu i tij është Mesia, krahu i tij djathtë. Okej. Zblesa 22. E pamë për ta sjellë një herë atë kontekstin. Unë jam Alef dhe Tav, fillimi dhe marrimi, i pari dhe i fundit. Tani, i pari dhe i fundit ne e pamë që ishte ati Jahwe dhe Alef e Tav, që na thotë prapë Jahwe kemi ati Jahwe që vjen dhe ati Jahwe është fillimi dhe mbarimi. Thotë Jahwe, nuk është Mesia ati Jahwe, në ratë të parën për disa që mbajnë akoma dhe lodhen mësandaj në për dalje, që do t'i lodhem çik më ndryshe kur të dalim, por ati Jahwe, Alefi dhe Tavi, fillimin dhe marimi, do vijë, sepse ati Jahwe është i plot fuqishmi. Mesia Jeshua është i fuqishëm, por nuk është i plot fuqishëm Mesia. Është vetëm ati Jahwe i plot fuqishmi. Prandaj shikon dallimin e Isaia 9:6, që pastaj është Zoti i fuqishëm që ati do ta bëjë atë fëmijën, sepse ati Jahwe nuk lind, nuk vjen një fëmijë që na është dhënë, ati nuk është fëmijë. Që pastaj të gjitha këto koncepte të neoplatonike, filozofive greke hynë brenda në filozofitë e mendjeve sot, por lutemi për daljen e tyre në të vërtetën, në logjikën e shëndoshëm, të thjeshtë, nuk janë gjëra të vështira. Lumë ata që kryen urdhrimet e Atit Jahwe, që të kenë të drejtën për në druri jetës. Druri jetës, besoj se pam pak më përpara, ishte druri jetës, ku është masandaja, ku kemi druri jetës, që ndodhet në mes të qytetit, në mes të sheshit qytetit të ri, Jeruzalemit të ri, dhe është dhe lumi jetës në të njëjtën kohë, është lumi jetës
është druri i jetës, mos andaj për lavditatit Jahwe që neve do t'i shijojmë këto gjëra nëse ecën në urdhrimet e atij ligji që po na thotë që na tha që në fillim që luma ata të bekuarin ata që kryejnë urdhrimet e atij ligjit. Dhe kështu ata do kenë për të drejtën për të ngrënë nga druri i jetës dhe mos andaj do hyjnë në brenda portat e qytetit, se jashtë janë të tëra shkeljet e ligjit. Unë Jashua dërgova engjëllin tim për të dyshmuar për këto gjëra në përkisha. Mesia Jashua është rrenja dhe pasardhësia e Davidit. Nuk është ati Jahwe rrenja dhe pasardhësia e Davidit. Zbulesa 22 jemi. Ati Jahwe nuk është ylli i shndritshëm i mëngjesit, është Mesia ai. Nuk është ati Jahwe ylli i shndritshëm i mëngjesit apo pasardhësia e Davidit, nuk është ati Zoti Jahwe rrenja apo gjëra të tilla. Është Mesia Jashua që thot unë jam ky, thot Mesia Jashua, që ishte profetizuar. Ndërkohë ati Jahwe e pam pak më përpara kush ishte. Alefi dhe Tavi. Ati Jahwe ta marrim atë shkrim dhe kështu jemi çik më afër. Ja ku kemi këtu ja, gjërat janë të ndara. Gjërat janë të ndara. Autoriteti është i ndarë. Ati e ka të plotë, Mesia e ka në këtë rast dhe ai tani sepse e ka dhënë ati dhe mori çdo gjë për ati të vet. Nuk e kishte Mesia që më përpara atit apo para ekzistenca nga ana e logjikës apo një mendje koshente, nuk ka ekzistenca të tilla. Ka një ekzistencë njohurie që ati kishte në planin, në mendjen, në zemrën e tij, Mesian Jashuan që do ta sillte një ditë dhe e beri. Ajo është para ekzistenca që është nga ana e njohurisë që ati kishte njohje për çfarë do bente. Që fletë masën që pa me para Pjetrit 1, ishte para përcaktuar për të qenë Mesia Jashua kush, për të qenë rrenja pasardhësia e Davidit që do vinte nëpërmjet mbretit David, që ishte profetizuar si ylli i shndritshëm. Tani, fryma dhe nusja thonë eja, tani fryma po thërret që ti të hysh brenda në qytetin duke zbatuar urdhërimet e atij ligjit që ta tha që në fillim që ati Jahwe po thotë që ti t'jesh pjesë. Tani, fryma dhe nusja thonë eja. Dhe ai që dëgjon nusen dhe frymën, do të thotë, le të thotë eja. Tani, ai që dëgjon di, ka kuptuar, ka marrë kuptueshmëri kush është nusja, si merret fryma e shenjtë, cilat janë urdhrimet e tija, kush është Alef dhe Tav, kush është mos andaj rrenja dhe pasardhësia e Davidit, gjitha këto koncepte i ndan në mënyrë të drejtë. Nuk i fut në një thes, mos andaj dhe vrapojmë. Fryma dhe nusja thot eja, dhe ai që ka etje thotë ai që ka etje le të vijë, dhe ai do të marrë si dhuratë ujin e jetës. Tani për të hyrë në atë qytetin, ti dhe unë në këtë rast duhet të bëjmë disa gjëra për të marrë atë ujin e jetës, sepse uji i jetës ishte në mes të qytetit, lumi i jetës. Fryma dhe qyteti i thonë jashtë eja, dhe ai që dëgjon, le të thotë eja. Dhe ai që ka etje, le të vijë. Tani, po t'ishte puna që nusja në qenë ka kisha po i flet kujt? I flet ai që dëgjon jashtë, po nuk ishte nevoja që ai personi jashtë, mos andaj që po t'ishte dhe kisha, dhe pse kisha e ka tash me frymën e shenjtë. Ai nuk ka nevojë të marrë dhuratën e frymës në këtë rast, ujin e jetës si dhuratë. Por nusja po i thotë në këtë rast personave që janë brenda në këtë rast në beslidhje, që keni kujdes sot që të zbatoni urdhërimet që në fillim ta tha, luma ata që zbatojnë urdhërimet e tija, që mos andaj urdhërimet e ligjit, që të hynë brenda, që ta veshin nusen, e tha në kapitullin 19. Sepse fryma dhe qyteti thonë që eja ty është brenda. Fryma flet nëpërmjet fjalës, urdhrimet të ligjit të atit, që nga ana figurative, siç e pamë, nusja që është qyteti në këtë rast që është i veshur me veprat e drejtave të shenjtorëve,
veprat e drejta janë zbatimi i ligjit, këto janë veprat e drejta. Romakëve 2:13. Jo, nuk është i drejta ai që dëgjon ligjin, pa që zbaton ligjin është i drejtë. Këto janë veprat e drejta që kjo nuse mund të vishet me këta të veçuar, mund të hyjnë brenda të marrin banesat, brenda në këtë nusen e qingjit, në qytetin e ri, Jeruzalem e ri të qingjit. Ja ku kemi. Nusja. Është gruaja e qingjit, më tregoj nusen, më tregoj qytetin e madh, Jeruzalemin e shenjtë. Këto koncepte nuk janë prekur, ka me shekuj në Shqipëri. Dalë të shikojmë atë Efezianët 5, më falë. Efezianët 5 që merret, po ja, shiko apostulli Shauli, njëjtur Pali, po thoshte. Dalë të shikojmë Efezianët 5 çfarë po thoshte së bashku. Dhe ti merr kuptueshmërinë në sapo e preka, unë në fakt nuk e kisha prekur, e dinja atë koncept, por gjithsesi. Okej. Lavdimrit e tij. Vargu 20 deri në 23. 24 më. Okej, 20-24 që ta zbërthejmë të plotë për të ditur çfarë thotë realisht apostulli. Okej, nga pse nuk do lë kështu në këtë mënyrë. Më falni. Okej, kjo është mënyra e duhur se na dalin numra të mëdhenj mos. Okej. Do më falni, ja sa të rregullojmë pak. Është mirë që të nderojmë matin në emrat e vërtetë, që duhen në këtë rast ne heqim emrat pagane. Zoti natin Jahve, po këtu do të avem Elohim, sepse shikon tani kur ndodh aspekti që kush është ati, kush është i biri, po të avem këtu Zoti, dhe këtu Zoti nuk kuptohet. Por dimi që Mesia Jeshua është Zoti tonë, dhe ati Elohim është krijuesi i qiellit tokë, është Zoti Jahve, janë të ndara. Por për të bërë masandaj drejtësisht çfarë kush është kush. Okej. Edhe, okej, Mesia në këtë rast, okej. Ka rëndësi, shkronjat e mëdhaja apo të vogla që nuk janë, nuk kanë patur kujdes, sepse kanë marrë, më shikoj përkthimi nga Google Translate e kanë marrë edhe përkthyen mësandaj nga përkthimi katolik, që lutemi sa ta mbaroj Biblën e revizionuar të plotë, do hedhë në aplikacion me natet këtë vit, që ti të kesh Biblën e plotë me të gjitha librat që duhet të ishin dhe përbëjnë shkrimin dhe ligjin e Atit për kuptueshmërinë. Prekëm disa vargje, prekëm Ezran për të ditur që kopshti e Edenit që ati e tërhoqi tani do zbresi qyteti i ri, Jeruzalem i ri. Shikon të gjitha gjërat që Mesia ka cituar në ato libra, ju nuk e njihni shkrimin tha farisinjve. Dhe po citonte profetin Enokun, masandaj për nëse do ketë martesë në ringjalljen apo jo, gjë që thotë vetëm profeti Enoku, që ai po citonte, apo librin e jubilejve që i tha në Gjoni 8, Abrahami e pa ditën time dhe u gëzua, dhe normal që në jubilejin të 16 Abrahami e pa ditën e Atit që do sillte farën e veçuar Jeshuan Mesian, që do ta ringjallte dhe do ishte si ai që krijoi çdo gjë tjetër, do ishte Mesia, do ishte si Ati në këtë rast me të njëjtën fuqi hynore që Ati ka krijuar çdo gjë. Okej. Duke falenderuar vazhdimisht për çdo gjë, Elohim dhe Ati në emër të Zotit ton Jeshua Mesias. Nënshtrojuni njëri tjetrit. Tani, shikon që ka të bëjë me ecjen, me nështrimin, që në fillim. Nënshtroni njëri tjetrin në druajtjen e Mesias. Tani, ju gra prap, thotë, nënshtrojeni burrave. Ishte fjalën nga ana frymërore. Normal që dëgjon thotë sepse burri është kreu në këtë rast i familjes. Ju gra nënshtroni burrave tuaj por si Zotit Mesia. Tani, sepse burri është kreu gruas dhe sikurse Mesia është kreu i kishës.
Çfarë po thotë? Që Mesia shkreu. Tha gjë që kisha është nusja e tij këtu? Shikon që po thotë që burri është kreu. Kreu, vetëm po citon kush është kreu dhe kush është kreu tjetër. Po për çështjen e autoritetit. Burri është kreu i gruas dhe Mesia është kreu i kishës. Që është përmbi, në këtë rast Mesia përmbi kisha, thotë. Ashtu si kisha jeshtë nënshtruar, prap, sjellja, autoriteti, nënshtrimi, kështu gratë duhet i nënshtrohen burrave të tyre në çdo gjë. Pe gjë këtu që kisha është nusja? Sepse pali merr në konsideratë në të raste që po sjell rendin e autoritetit që prej Atit, duke falendëruar ke fillimisht thot Zotin Jahwe, thot Elohimin Atin tonë, nëpërmjet Zotit tonë Jashua Mesias. Nëpërmjet thot në emër të që na dha Ati akses, në emër të Jashua Mesias, që ne ta afrohemi, ta falenderojmë, të lutemi, të zbatojmë urdhrimet e Atij ligjit. Po flet për nënshtrimin. Po flet kush është kreu i kujt. Dhe po thotë që burri është kreu i gruas. Mesia është kreu i kishës. Po flet për ecjen. Foli gjë këtu për nusën? Jo. Kush? Nusja në këtë rast është e këtij burrit. Kaq. Kisha i nënshtrohet Mesias. Po thotë që për ecjen, për autoritetin, për dëgjimin, nuk tha realisht me emrin siç e shikojmë nusja në Zbulesa 21, që është Zbulesa 21 po flet për qytetin e ri, Jeruzalemin e ri që sapo prekëm. Ishte më përpara, tani ju e patë, ja këtu ja. Shikoj. Eja të tregoj nusën dhe më tregoj nusën. Qytetin e ri, qytetin e madh, Jeruzalemin e shenjtë që zbriste nga qielli. Shumë herë qyteti i ri thuhet edhe Nena. Nena që është përsipra, që thotë apostulli, i thotë besoj në Galatasë në Hebrejve, njëra prej këtyre. Besoj në Galatasëve 5, mos gaboj. Nena thotë për qytetin që do mbledhi fëmijët e saj, ka fjalën për neve. Qyteti do na mbledhi neve që ty brenda, si nena që mbjell, mbështjell dhe mbledh fëmijët e saj. Janë ana figurative që po flet. Tu nuk ke asnjë lloj nuse për të qenë masandaj kisha. Dhe shikojmë prapë parë në Korintasve 3, mos gaboj. Ja, dhe gjata gjatë vargun, dhe është një varg tjetër, nuk ka më mas andaj, nuk e... Në Korintasve, por varet ku në cili ishte... një moment. Duhet ta gjeja të vargun tjetër sepse për t'i konsumuar gjëra që themi, që ka një kontekst në çdo herë që përmenden disa gjëra. Mësandaj, thotë duhet gruan tënde si Krishti deshi kishën. Thotë gjende dashuria, sjellja. Në Efesianët 5:29. Është e njëjta gjë, konteksti.
Okej, 2 Korintasve 11, ndoshta atë shikojmë. 2 Korintasve 11. Po. Ja, ky është vargu tjetër që përdoret pas një lloj konteksti. E dyta 11 mos ka bëj apo 11 ishte? Po, 11 1 deri në 3, okay. Në vargu 3 nuk thjesht e solla që ndoshta na jep çik gjallërim për gjëra të tjera, por okay, vargu 1 dhe 2. Sa do të shiroja që ju të duronit pak marrëzi me mua, thoshte apostulli, por në fakt ju më duroni, jam xhelos për ju me xhelozinë e Zotit Jahve, thot, sepse ju fejova me një burrë. Në këtë rast e kishte fjalën që tani ju, thot, hyrët në beslidhje, thot, ju fejova me Mesian, thot, që të nxjerr përpara Mesias si virgjëreshë të dlirë. Tashi, më thuaj, një që martohet nuk është me virgjëreshë në radhë të parë. Tani po sjelljen, po sjell konceptin e të qenë në marrëdhënie, çfarë është marrëdhënia, po sillte pak më përpara në të njëjtën kohë që pa më këtuja, prapë ishte marrëdhënia, çfarë do të sjellja, të nënshtrohen, thot, të dëgjoni, thot, siç kisha do të dëgjoj Mesian, dhe gruaja në këtë rast do të dëgjojë burrin e vet, sepse Mesia dëgjon Zotin e vet, Atin Jahve. Gjithmonë në Bibël ke çështjen e sjelljes së praktikës nëpërmjet urdhrimeve që Ati na ka dhënë. Po flet për sjelljen. Tani, o është në këtë rast u fejova, dashi u fejova është virgjër, por nuk është një që fejohet dhe një që është e virgjër, nuk është në martesë. Ti do të jesh dakord, atëherë kur nuk është martesë, nuk është grua akoma. Por gjithmonë janë koncepte që kanë të bëjnë me sjelljen, me kontekstin e dur. Po flet që ju futa në beslidhje, thot, tani ju hyrë në beslidhje për të qenë masandaj në darkën e qingjit, masandaj ku do jetë, masandaj ajo dasma e madhe, ka fjalën që neve do hamë me Mesian Jashuan në praninë e engjëve dhe të gjithë të veçuarve në atë ditë. Por druaja Jesusi gjarpri e gënjeu Havanë, Hava është emri i saj vërtet, Evën, me dinakërinë e tij, kështu dhe mendja juaj të mos prishet. Kujdes për mendjen tënde, vëlla motër. Ki kujdes për mendjen tënde. E di pse? Sepse mendja është e para që Satani do vijë, sepse me mendjen kë gënjeu, Evën gënjeu, Havan, gënjevi Satani. E gënjevi në mendjen. Por mendja jonë duhet të meditojmë në mendjen tonë tek ligji i tij ditë e natë. Të mos shkosh as mashtas as djathtas. Të mos mbështetesh në gjykimin tënd, por të i besosh Atit Jahve me gjithë zemër për situatën tënde. Të veprosh aman, i besove dhe pasaj kur vjen puna për të vepruar, ti du të veprosh, të mos shkelësh ligjin e tij, të mos shkelësh sabatin apo gjërat e tjera që Satani do vi të testojë. Satani do vi të testojë dhe me familjarët tanë. Bëj këtë. Shko në dyqan në ditën e sabatit, më blej një bukë. Po s'ka gjë, ja. Po hajde këtu, ja hyr këtu brenda në këtë ndërtesë, se s'ka gjë, ja. Ti je familjarit tim, se un kam këtë lloj gjëje që po bëj dhe ti haj hyr këtu me mua. Jo, ne nuk kemi pjesë me gjëra të tilla. Ne nuk hymë në palishmërinë e feve të tjera, sepse ka një mbretëri të qejve në të rast që Ati Jahve ka dhënë në ligjin e tij, integritetin që Ati ka shprehur në birit tij, që ka hapur masandaj të gjitha të zemrën e tij për na dhënë ne rrugët, urdhrimet, ligjin e tij që Mesia Jeshua erdhi të predikojë. Dhe kërkon veçimin tonë, kërkon mosnjollosjen tonë. Me këtë botë, me qefet, me kënaqësitë, sa prej tyre janë duke shkuar në plazhe tani. Në për zhveshjet imorale,
që shikojnë edhe në Izrael, masandaj kur në lem, ati pas më shirë për ty, por nuk e di, a do të vi frika atit Jahve në zemrën tënde një ditë. Po shikojnë në Izrael, shikojnë këto femra që masandaj çfarë të kishin në trupin e tyre, asë një gjë, 2 ripka, ma gjënoje, që ishin atje, dhe ma thënë, të tërë shturja imorale e Ishtar, Lilith. Babilona madhe që ka kupën e shturjes të magjepsimit, të magjisë, të neverisë, prostitucionin e saj, që po e jep kombeve. Nuk du t'jesh në ato vende. Do të shkosh për të miqësuar me familjen tënde. Po, mere zgarën, apo merë në këtë rast një peshqir, do shko në një vend që nuk ka zhveshje të tilla. Le që unë nuk e ndjenjë tani, unë të zhvesh trupin tim si mashkull, një si që beja vite më përpara. Për t'u larë, nuk, edhe amari se di që babi thot, nuk, unë le që s'kam vajtur, kam e vite njërë, por hajde babi më thoshte një ditë të shkojmë këtu, që ti mbaje bluzën veshur, edhe nuk zhvishesh. Thash mirë babi, një ditë me herë aty do ta bëjmë në Shqipëri, por kur nuk ka vend, nuk ka njerëz thash për rreth. Që të los me fëmijët, të hymë në ujë me bluzën veshur, ka bluza masandaj që janë vetëm dhe janë dhe vërtulare, që nuk të ngjiten mbas trupit, bluza të tilla. Dhe gëzoj me fëmijët, okay. Në një vend masandaj që mund të ulesh në ke çadrën i veshur me gjëra të lehta në atë behar, por nuk zhvishesh për të treguar imoralitetin nga gjuri e lartë, nuk zhvishesh në këtë rast lart pjesën e gjoksit apo siç dalin sot masandaj me të shkurtra siç i ke femrat, që i shikoja këtu në miqsinë tonë më përpara dhe i thesha, po jo, më thoshte jema masandaj, ajo është e bekuar në Itali, ajo ka një kishë atje të bekuar që po ndërtohet, ndërkohë shikoja veshjen e saj ku tregonte në për statuset e saj në Facebook apo dhe po i thesha në momentin që ligji nxjerr masanë në pa mëkatin që për Makve 3:20 e thot, largohemi sepse është mendje që është e prishur tashmë ka kohë, por kur vjen urtësia, kur del në pa sjellja, që ati do që ne ta ndryshojmë atë sjellje, masandaj dy janë gjërat që ndodh në jetën e njeriut. O përulet dhe ndryshon dhe bekohet masandaj për jetën e përjetshme se po fillon të zbatojë urdhrimet e atij ligjit, o refuzon masandaj vazhdon me jetën që ka bërë më përpara dhe shkon më akoma më keq. Por puna është që vllai ka thënë këto gjëra më përpara nga ana e pjesshme time, vite më përpara, se thesha, okay, mos i bëj këto që të gëzosh jetën e përjetshme, po. Është prapë i pjesshëm. Çfarë thash pak më përpara? Mos i bëj këto dhe zbato urdhrimet e atij ligji dhe kështu nuk mëkaton. Ja ajo pjesa që na mungonte më përpara. Që kur jam afruar shumë prej atyre që ishin bashkë, nuk donin. Sepse ati po i fuste thesha atëre unë, tani e mendoj, por atëre thesha që ati po të fut në furnajen e tia, dera është hapur. Por ti nuk do. Normal që ishte e vërtetë, po nuk dinja në çik më thellë detaje që masandaj ku më çoi lart, ku më ngjiti lart, dhe më tregoi nusen e Qingjit personalisht në ëndër, më tregoi qytetin e madh, Jeruzalemin e shenjtë që nuk i hiqnin ato pllakat qellore nga gjoksi tim që po i mbaja, dhe më tregoi dhe fytyrën e Qingjit, që bilesa kam parë dhe fizikisht, jo fytyrën e tij, por pas fizikisht kur mu shfaq me sy hapur. Duhet ta kem atë foto, ta hedhim atë foto për disa që thon si ti vllai pe. Okej, le ta hedhim atë foto. Që kam ndarë, ndoshta, nuk e di a kam hedhur këtuja, por ja ta shikojmë. Ku më qovin atë qytetin e tij, Jeruzalemin e veçuar të shenjtë, që nuk harroj atë moment kaq intensiv, të shkurtër, por ishte kaq intensiv që mora në atë ditë dhe ky ishte vendi që po luteshin atë 12 të natës mëtej që fryma po më trishte, dil jashtë tutu. Ishte behar mbrapa kompartamentit të pallateve ku jetoja atje në këtë ishullin e madh me ishull
sipërfaqe sa Shqipëria, ishulli i Vancouverit quhet, pjesën perëndimore të Kanadas. Dhe ka vendosur, masandaj Beran nga ana për ta ditur, ka vendosur vajzën time atje më në mes ku mu shfaq kur ndjeva praninë e dikujt nga mbrapa thash, por ndoshta dikush erdhi nga mbrapa, erdhi nga puna, vonë, siç kishte hyrja nga mbrapa pallateve aty. Mendoj që vinte në njëri që ty në tek tej, mbrapa meje është dera këtuja e pallateve. Ku unë kthej kokën, siç e këtu ku është vajza ime, në këtë mënyrë, me këtë hijen e bardhë, tekstualisht, me këtë hijen e bardhë, në hijen e një personi me flokë e gjatë sa, po thuajse sa meje pak më gjatë ndoshta, mu në mes këtuja, mu shfaq, jo se dalloj tash, imagjino ta dallosh fytyrën këtu po thuajse është gati 20 metra larg. Unë po lutesha këtu, lartë qelli ishte hapur, ditë behari, dhe më shfaqet mu këtuja. Më shfaq për ato 3 sekondat që e pashu mahnita. Tani unë po lutesha atit Jahwe për gjërat të mia. Në ato moment që u luta u shfaq prania dhe u hoq masandaj nga syri ti mati më mbylli prapë sytë dhe ndjenja personin që po afroshë masandaj drejt meje. Dhe ndjeva përqafimin dhe që këtuja, mu këtu, e ndjeva kur u shkëput i lartë. E ndjeva dhe vendin kur iku edhe në momentin që ai u largua, unë e ndjeva. E ndjeva se ndjen gjërat frymërore. Ndjen. Po nuk e harroja të ditë ku më shfaq. Dhe nuk ishte një engjëll. E dija që ishte Mesia Jeshua, sepse ajo ishte vizitimi i parë fizikisht, kjo ishte në 2017 këtuja. Masandaj para 4 vjetësh, mos gaboj 3 vjetësh, që më çovi në ëndër realisht. Lutem Atit për vizitimet e tilla, akoma më thellë. Dhe kur erdhën pllakat qellore, masandaj që i pash që mi dha në qytetin në Jeruzalemin e veçuar të tia, në qytetin e madh. Masandaj u hapën urdhrimet e atij ligjit, që na bëjnë të mos mëkatojmë. Dhe apostulli Gjon këtu pati disa vizitime që ati u treguan gjëra, dhe unë lutem që ty të tregohen gjërat frymërore kur të ndalosësh kelu ligjin, të kesh masandaj marr pagëzimin e vërtet në ujë, beson tek Mesia Jeshua që nuk anullove atë ligjin. Dhe masandaj fillon rruga e mirë, fillon hyn në beslidhje për ta nderuar me anë të ligjit të tij, kështu nuk mëkaton, nuk blasfemon emrin e Atit, dhe ti tregohen gjëra frymërore, qellore. Lavdi emri tënd o Atim. Lavdi emri tënd. Gjithsesi, fola, kaluan 3 orë gjysmë deri tani, lavdi emri të tij. Për ju që më ndoqet, ndoshta do ta shpërndani, do më gëzoni zemrën kur të shpërndahet lajmi i mirë i mbretërisë që dhe të shpëtohen një vëlla, një motër shqiptar. Ke një zemër këtë behar, siç thashë, bashkoju në Tiranë, bashkoju së bashku, që të marrësh prej mirësisë Atit për lavdi të tij. Në datën 7 qershor, në orën 11, siç thash, nëse kemi nevojë për transport apo për kthim apo për gjëra të tilla, do kemi masandaj më kontakto në Messenger Olger Spai, apo shbëj një koment këtu në YouTube ku po dëgjon dhe bashkoju. Do kemi masandaj mbas takimit do kemi diçka për të mësuar për të ngrënë, dhe nuk e di, ndoshta ndodhin në një pagëzim mbas atij takimit, lutemi Atit. Se është beslidhja, rinovimi beslidhjes në festën e Pentakostit, realisht sipas kalendarit biblik që vllai do t'i flasë të gjitha detajet, që ti t'i shikosh fizikisht gjërat, do t'i prekësh, do lutemi, do kërkoj fytyrën e Atit, do t'i ndjesh vetë të ti, nëse nuk do ndodhin masandaj ato gjëra që vllai po thet, po thua, në këtë rast që po them. Nëse nuk do ndodhin ato gjëra që unë po them, atëre mos më dëgjo më. Por aman, po tysh në atë ndërtesë dhe të ti të dalësh masandaj pa bindur në zemrën tënde, në rasti që të ndërgjegjësohesh në zemrën tënde, apo pa një përjetim, apo pa fjalën e vërtetë, nëse nuk merr ato gjëra masandaj as mos më konsidero më.
por unë e di që ato gjëra do ndodhin. Se ka ndodhur live tu me neve aq më tepër në aspekte të tilla që po i kërkoj dhe po agjeroj për ato gjëra. Popullit tonë të vinë të vërtetën se për 2000 vjet e fundit kemi marrë katolicizmin në Shqipëri. Zgjoju, vëlla, motër, bashkëdhetar shqiptar, kudo që po je. Të rizgjohesh ka të bëjë me hyrje në beslidhje me anë të ndalimit të shkeljes së ligjit dhe besim tek Yeshua Mesia, që nuk anullovi ligjin, dhe merr dhuratën e frymës shenjtë për fuqizimin tënd. Lavdi emrit të Tij. Shalom, shalom për ju të gjithë që më ndoqët. Adonai ha na ndihmoftë në emër të Jeshuas. Haleluja.